Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, të nderuar teleshikues, ja ku I takuam sërish në emisionin e radhës shpjegimi 40 haditheve të Imam Nevawiut. Me hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalaj, mirë se erdha hoxhë nderuar. Mirë se vjetëm. Atëherë hoxhë nderuar, sot do flasi për një rregull të butë të jurisprudencës islame, I cili vjen si pasojë e shpjegimit të hadithit të Ebu Said el-Khudrit radhiyallahu anhu. Mund ta përmendni tekstin e më pas vijojmë në shpjegimin e hadithit? Faktikisht këtë hadith ose kam qenë ta lexoj shumë në arabisht sepse janë dy fjalë shumë të ngjashme me njëra tjetrën dhe marrin kuptim ose marrin interpretim bazë të asaj që inspiron le të themi gjuha arabe. Ebu Said el-Khudri tregon se I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë la darara wala dirar. La darar zarar, mos bëj zarar, po ta themi kështu shqip. Mos bëj zarar vetes, pra mos dëmto veten dhe mos dëmto të tjerët. Mos dëmto pa dashje as me dashje. Normalisht konsiderohet ky hadith siç e lançuat edhe prej rregullave, janë 5 rregulla, konsiderohen el-qawaid el-fiqhiyya el-kubra, pra 5 rregullat bazike mbi të cilat ndërtohet fiqhu islam. Janë 5 rregulla, një nga këto 5 rregulla është pikërisht dhe rregulla la darara wala dirar ose ad-dararu yuzal. Rregullat e tjera janë veprat varen sipas qëllimit, domethënë gjërat kur vijnë kur nuk ka argument për një tematikë caktuar, njeriu I referohet zakonit, nuk ka dëmtim, pra duhet të largohet dëmi në çdo lloj forme dhe mënyre, vështirësia thërret ose sjell lehtësimin dhe se siguria nuk mund të bjerë për shkak të dyshimit. Atëherë një nga këto 5 rregulla është largimi I dëmit në të gjitha format e tij dhe në të gjitha le të themi në të gjitha mënyra se si ai mund të largohet nga jeta. Për këtë arsye, domethënë, konsiderohet ky hadith I rëndësishëm sepse dëmi të dëmtuarit është le të themi tejkalim I cakut, sepse feja ka ardhur për të drejtën dhe për të vërtetën. Dhe në momentin që në diçka ka dëmtim, atëherë feja e ka bërë haram. Pra, edhe nëse nuk ka argument nga feja për një çështje, në momentin që dëmton, rregulla islame çfarë thotë? Mos u dëmto. Mos bëj zarar. Mos I bëj zarar vetes, mos I bëj zarar të tjerëve. Mos bëj zarar me dashje as pa dashje. Pra edhe nëse nuk gjejmë për një çështje të caktuar, për shembull ka njerëz thotë, "Ore droga nuk përmendet në Kur'an." Pse thoni që është haram? Themi, feja thotë mos dëmto veten, mos dëmto të tjerët. Mos dëmto as me dashje as pa dashje. Pra nuk ka nevojë të sjellim argument sepse ne e dimë që gjithë Islami është I ngritur mbi këtë hadith. Gjithë feja e Zotit është tek mosdëmtimi. Për këtë arsye, Allahu xhalla xhelaluhu, domethënë na ka ndaluar neve nga disa gjëra të cilat na çojnë në xhenem, sepse do të dëmtohemi rënd atje. Për këtë arsye I Madhi Zot ka obliguar disa gjëra, sepse ato gjëra na çojnë neve në xhenet. E aty është shëndeti, aty është begatia, aty është lumturia, aty është e mira dhe aty njeriu nuk dëmtohet kurrë. Për këtë arsye domethënë konsiderohet ky hadith për haditheve madhështore të profetit sa më se ne domethënë për shkak të gjuhës së arabët domethënë darar edhe dirar, domethënë u futën pak në temë para se të flasim pak për sahabiun Ebu Said el-Khudriun. Hoxhë nderuar, me që ju e përmendet, domethënë sahabiun e nderuar Ebu Said el-Khudri, a mund të tregoni një histori pikante ose një histori të bukur të cilën përfitojmë prej saj? Faktikisht Ebu Said el-Khudri është prej atyre sahabëve që kanë lindur herët, konsiderohet domethënë prej le të themi sahabëve që kanë lindur afërsisht 10 vite përpara hijretit të profetit alayhis salatu wassalam, pastaj ka emigruar në Medinë dhe si pasojë nuk I ka zënë le të themi të gjitha ngjarjet me profetin alayhis salatu wassalam, nga Uhudi e pas ka qenë me pejgamberin alayhis salatu wassalam, është prej sahabëve që kanë prezantuar Hendekun, prej sahabëve që kanë prezantuar Bai'atur Ridwan dhe prej sahabëve që kanë transmetuar goxha hadithe nga pejgamberi, konsiderohet min al-mukthirin, pra prej sahabëve që kanë transmetuar shumë hadithe nga profeti alayhis salatu wassalam. Është karakterizuar Ebu Said el-Khudriu, pra ky sahabi I nderuar, me guximin dhe trimërinë e tij. Pra ka qenë për atyre njerëzve siç thuhet në hadith, ola të khafen në fillahi lawmat al-laim. Mos u frikso kur bëhet fjalë në emrin e Zotit, pra nuk preke nga qortimi I qortuesve nëse bëhet fjalë për fenë e Zotit. Dhe ka një ngjarje që e ilustron këtë. Njëri prej halifeve në mënyrë që njerëzit të dëgjonin le të themi fjalët e tij ose ligjërimet e tij, e çoi hutben e Bajramit përpara faljes Bajramit.
ne e dim shumë mirë që hutbja, ligjërimi i Bajramit është mbas namazit. Ai nga që njerëzit largoheshin, sepse dëgjimi i hutbës së Bajramit është sunnet, nuk është farz, nuk është obligim, njerëzit me të mbaruar namazi i Bajramit largoheshin. Edhe ai për dhënë le të themi orientimet vjetore mbi khalifatin, mbi shtetin e tjerë, do t'i lexonte gjatë hutbës dhe atë çfarë bëri e çoi hutben, pra ligjërimin para Bajramit. Çohet njëri prej djelmoshave të ri përpara halifes dhe i thotë, kjo që po bën ti nuk është e rregullt, çoje mbas namazit. Dhe normalisht ushtarët, le themi, ata çohen për ta kap djaloshin. Çohet Abu Said el-Khudriu, që ishte në moshë në atë kohë, po dije që ishte prej shokëve të profetit. Thotë, ky djali e bëri të vetën. Unë dëshmoj se kur ka qenë pejgamberi sa më gjallë, ai falte namazin e Bajramit, ndërsa hutben e bënte mbas faljes së Bajramit dhe u tërhoqën, ata u larguan domethënë dhe mbeti kjo pastaj si rregull. Ka qenë prej sahabëve të cilët i kushtonte shumë rëndësi leximit të Kuranit dhe ka qenë prej njerëzve, prej sahabëve shumë të duruar, domethënë tregohen histori dhe ngjarje për durimin e tij. Ka ndruar jetën në Medinë për ditë xumaje, ja ka lënë amanet birit tij Abdurrahmanit që ta varrosin në Beqi dhe i ka thënë mundësisht diku në një cep të Beqias dhe ashtu ka bërë djali i tij, domethënë çoi amanetin e tjatit në vend. Thuhet, ka disa mendime për vitin e vdekjes, po mendohet që më saktë atje që të ndruar jetë andaj nga viti 75 i Hijretit. O gjendëror, le të dalim pak e teksti i hadithit. Nuk ka dëm dhe nuk ka të dëmtuar, por në ajetin kuranor vjen mos i dëmtoni vetet tuaja. Si ta kuptojmë besimtarët më bukur dhe më mirë fjalën e Allahut, mos i dëmtoni vetet tuaja? Atëherë, ne tham pak më herët që sheriati, feja e Zotit, ka ardhur për të ndaluar çdo lloj dëmi. Çdo lloj dëmi bëhet haram, çdo lloj dëmi bëhet i ndaluar, duke filluar me veten, me familjen, me shoqërinë e kështu me radhë. Pra, dëmi është haram. Të dëmtosh është e ndaluar. Dhe dëmi më i madh që bën njeriu është dëmi ndaj vetes tij. E cili është dëmi ndaj vetes tij? Është dëmi duke rënë në mëkate të mëdha, në gjuna të mëdha, duke mos qenë korrekt me atë që Zoti ka urdhëruar. Ky është dëmi më i madh që njeriu bën vetes. Pra nuk është thjesht dëmi hëngri diçka që i bën dëm apo piu diçka që i bën dëm apo harxhoi parë në diçka që është haram. Ajo është pjesë, po. Pjesa më e rëndësishme e dëmtimit është që njeriu të humbi Zotin e tij. Nuk ka dëm më të madh për njeriu se sa të humbi dashurinë e Zotit. Nuk ka dëm më të madh për njeriu se sa të bëjë diçka që i dhon Zotit. Ky është dëmi më i madh. Dhe nuk ka dëm më të madh për njeriu se sa të fitojë zjarrin e xhenemit. Dhe nuk ka dëm më të madh për njeriu se sa të humbi xhenetin e Zotit. Pra, ne duhet ta shohim hadithin jo thjesht në kuptimin materialist, mos dëmto të tjerët, mos dëmto veten, në kuptimin mos pi diçka, jo vetëm kaq. Jo, dëmi është shumë më i madh. Dhe Allahu në Kur'an kur flet për ata që do të përfundojnë në zjarr xhenemit, thot i keni bërë dëm vetes tuaj. Pra jemi ne ata të cilët faktikisht po dëmtojmë veten. Pra nuk është Zoti ai i cili e futi njeriu në xhenem se kështu desh Zoti. Jo, më jo, është njeriu ai i cili ka merituar hidhurimin e Zotit apo dënimin e Zotit por përfundon në xhenem, apo është njeriu ai i cili ka fituar kënaqësinë e Zotit, mëshirën e tij, mirësinë e Zotit dhe po futet në xhenet. Kështu që padrejtësia më e madhe është dëmi më i madh që njeriu shkakton vetes tij është të shkëputet nga Zoti i tij, të bëj haramet, të jetë neglizhent ndaj urdhëresave dhe farzeve, detyrave që Zoti ka ngarkuar njeriu. Pastaj çdo gjë kanalizohet rreth kësaj. Pra ne nuk gjejmë fen ton diçka që Zoti ka urdhëruar të dëmtojë njeriu. Nuk gjejmë. Edhe pse njeriu do të çohet herët në mëngjes, ajo nuk e dëmton njeriu. Edhe pse njeriu duhet të marrë, le të themi, abdes apo duhet të latë, kjo nuk e dëmton njeriu. Edhe pse njeriu duhet bëj dush në situata të caktuara, kjo nuk e dëmton njeriu. Edhe pse njeriu duhet falet 5 herë në ditë, kjo nuk e dëmton njeriu. Edhe pse njeriu duhet agjërojë Ramazanin, kjo nuk e dëmton njeriu. Nëse ndodh helbete për arsye të caktuara ose për situata të caktuara që bërja e diçkaje e dëmton njeriu, vjen rregulla tjetër që thotë ad-dararu yuzal. Largohet dëmi. Pra vim tek lehtësimi. Allahu nuk e ngarkon njeriu te mundësive të tij, siç tha profeti sallallahu alajhi wasallam, salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan. Falu në këmbë, po nëse nuk ke mundësi falu ulur. Pra, në momentin që dëmtohesh nuk ka problem, po kur nuk dëmtohesh atëherë nuk ka tolerancë. Kjo vlen gjithashtu edhe për ata njerëz të cilët kërkojnë tolerancë të pajustifikuar. Pra, ti mund tolerohesh atëherë kur ka dëm, kur ka rrezik,
po jo për çdo gjë. Edhe kjo nuk mund bëhet rrugë. Pra mund të falet një herë situata, mund t'i bashkosh namazet një herë, 2 herë, diçka e tillë, po jo ta bësh rrugë për ditë se unë jam punë, për shembull. Po ti thua unë dëmtohem, jo më zotni. Ti duhet të gjesh një rrugë tjetër e cila nuk të dëmton ty, se bërja e bashkimit namazit për ditë ose humbja e xumas është një dëm shumë i madh, që është humbja e kënaqësisë së Zotit. Pra njeriu duhet të peshoj mes dëmeve dhe duhet të di se si të le të themi të bëj zgjedhjen e duhur. Pra nuk mund të përdorësh ti, jo kjo mua më dëmton, për këtë arsye nuk ka gjë, jo zoti. Ka gjë dhe Zoti më thotë o me yettaqillaha yaj'alhu makhraja. Ai i cili friksohet Zotit, Zoti do t'i japë atij lehtësim. Pra ne nuk na lejohet në fen ton për ta mbyllë këtë pjesën time, domethënë, neve nuk na lejohet në fen ton që t'i shkëpusim tekstet dhe gjërat dhe themi profeti ka thënë mos dëmtoni veten. Po prit më zotim, me vërtet profeti Alisam ka thënë mos dëmtoni veten, po cili është kuptimi i fjalës mos dëmtoni veten? Do të thonë që mos bëjmë detyrat që na ka urdhëruar Zoti, do të thotë që t'i hapim dyert harameve se na duhet se kështu është jeta tani, duhet me marr kamat, bank, interes, duhet me humor me këtë sepse profeti ka thënë mos dëmto veten. Pra shkëputja e teksteve, e ajeteve kuranore apo e haditheve nga konteksti i përgjithshëm i asaj që inspiron feja, pastaj sjell dëm dhe anomali. Hoxhë nderuar, ju e përmend pak më parë, domethënë që kur njeriu dëmton vetëm mund ta dëmtojë atë nga ana shpirtërore në lidhjen e tij me Zotin. Por njeriu gjithashtu mund ta dëmtojë veten e tij nga ana psikologjike ose mendore dhe nga ana fizike. A ka ndonjë rregull islam që e ndalon njeriu që ai të dëmtojë mendjen e tij, që të dëmtojë shpirtin e tij dhe të dëmtojë fizikun e tij? Absolutisht çdo gjë që njeriu në bërjen e saj apo në përdorimin e saj apo çdo sjellje apo çdo lloj tradite që mund ta dëmtojë njeriu, Islami, do të thonë, vjen me kufizim. Pra e orienton që të ndalohet. Për këtë arsye kemi një kapitull të bukur në Islam që quhet Saddu dharaja, mbyllja e rrugëve përpara se të shkojë tek dëmi i madh. Për këtë arsye për shembull themi, nëse Zoti i Madh ndaloi moralitetin, ndaloi edhe rrugët që çojnë në immoralitet. Pra ti nuk do të kesh fuqi për të ndaluar nga immoraliteti nëse nuk kufizon shikimin, nëse nuk kufizon të folurën, nëse nuk kufizon le të themi qëndrimin e veçuar të fshehtë etj. Pra njeriu është gatuar i tillë që e ka shumë të vështirë të orientohet tek e duhura, përveç se me një lloj le të themi mundimi dhe me një lloj përpjekje. Dhe kjo lloj përpjekje dhe ky lloj mundimi në vetvete duket sikur po e dëmton njeriu, po faktikisht nuk e dëmton, është i shëndetshëm për të. Por në momentin që keq kuptohet, në momentin që keq interpretohet, në momentin që kalon në le të themi fiksime vezvese, siç një gjuhën islame fetare, atëherë kjo mund ta dëmtojë njeriu. Për këtë arsye çfarë thon dietarët, në momentin që njeriu kalon në fiksime duhet bëjë të kundërtën. Për shembull, një njeri ka probleme me abdesin. E ka shumë problem punë abdesit, i duket se kur s'është larë mirë etj. Dietarët këtë njeri e këshillojnë që të marrë vetëm një herë abdes. Jo nga 3 herë, siç bëjmë le të themi në përgjithësi për të bërë sunetin e marrjes abdesit. Një njeri ka probleme me vezveset e pikimit, i duket sikur në çdo moment pikon diçka. Ky urdhërohet që me të mbaruar punë, le të themi, lag mbathjet e tij dhe çohet në mënyrë që të largoj vezvesen apo fiksimin e tij. Kështu që domethënë feja islame orienton jo vetëm që mos dëmtohet njeriu shpirtërisht duke bërë harame, po edhe mos dëmtohet në format e tjera. Për këtë arsye Islami ndaloi vetvrasjen, sepse sjell dëm, domethënë ndaj dëmin më të rëndë që mund të shkaktojë njeriu që është dëmi i jetës. Për këtë arsye Islami ndaloi alkoolin, sepse dëmton trurin dhe dëmton mendjen dhe dëmton shëndetin. Për këtë arsye Islami ndaloi bixhozin, sepse dëmton le të themi pjesën ekonomike dhe shkatron familjet. Për këtë arsye Islami ka ndaluar çdo gjë që e dëmton shëndetin e njeriut. Për këtë arsye wa yuharrimu alehimul khaba'ith. Profeti i fundit do t'ju ndalojë njerëzve çdo gjë që është e keqe, e dëmshme, e pështirë. Kështu që ajo që tham pak më herët, dikush thotë s'ka argument për drogën, s'është përmend, sepse Zoti thotë do të ndaloj juve të keqen, të dëmshmen. Kush sot në botë thotë që është e mirë? Duhani për shembull, është prej gjëve që ndalohen, sepse njeriu krijon tek ai vartësi dhe dëmton shëndetin e njeriu. Pra çdo gjë që dëmton shëndetin e njeriu kthehet në haram. Pra jo vetëm le të themi dëmtimi shpirtëror apo dëmtimi i ahiretit, po edhe dëmtimet e kësaj bote
bëhen të ndaluara, edhe nëse nuk janë të përmendura në Kur'an apo nuk janë të përmendura në hadith, në momentin që vërtetohet se ka dëm për njeriu. Unë do t'ja vetëm një shembull të thjeshtë. Kur është faqur për herë të parë duhani në botën islame, mendimi i dietarëve të fikut ka qenë mekruh. Sepse ata e panë në paraqitjen e jashtme duhani diçka që njeriu thith, diçka edhe nxjerr ty, thanë kjo është e papëlqyeshme, domethënë një burr i cili mendohet të jetë shtylla e familjes, shtylla le të themi e jetës, ai domethënë thith diçka dhe nxjerr ty, thanë kjo është e urryer për mashkullin, për burrin të bëjë vepra të tilla. Më vonë kur u vërtetua se ajo sillte, le të themi, krijonte njeriu tek ajo vartësi dhe dëmtonte shëndetin, të gjitha mëdhëbet thanë që është haram. Për këtë arsye domethënë nuk mund të justifikohet dikush që jo se ka një mendim që është mendim i hershëm, por se mendimi i vonshëm i gjitha mëdhëbeve është haram. Pse? Sepse u vërtetua që ajo sjell dëm për shëndetin e njeriu. Po edhe fabrika e ka shkruar vetë dhe më e bukur është se njerëzit e lexojnë aty që duhani sjell dëm, ndërkohë ato e veprojnë. Pra kjo është një lloj, si ta themi ne në thonjza, një lloj budalluku, sepse kur njeriu nuk e di, ndoshta justifikohet te Zoti. Por kur njeriu e lexon aty vetë dhe e di që kjo është dëm dhe pastaj e bën, do thonë ndoshta këtu dëmi që ai sjell vetë edhe si gjunaf është më i madh. Nuk është këtu momenti për të folur për gjykimin mbi duhanin, por ka dhe një hadith shumë interesant që thotë neha an kulli mufattir. Pejgamberi sallallahu ka ndaluar nga çdo gjë tek e cila njeriu krijon vartësi dhe dëmton shëndetin e tij. Kështu që dietarët e Islamit e fusin duhan, me që po flasim, domethënë ka afërsisht kur kam medituar një herë dhe kam lumtuar rreth ajeteve, argumentave të themi nga Kurani apo nga hadithi për duhanin, sepse nuk është tema kjo, kam gjetur më shumë se 16 argumente, të cilat e bëjnë atë haram dhe të ndaluar padyshim. Hoxha nderuar, neve përmendim rregullin e ndalimit dëmit, por kush janë fushat në të cilat domethënë dëmi është më i përhapur sot tek njerëzit? Faktikisht njerëzit domethënë nga që i shohin gjërat me syrin e përfitimit shpejt dhe ju mungon qetësia dhe durimi dhe ju mungon lidhja e fortë me Zotin, shpresa në botën tjetër se do të shpërblehen, kjo i çon që të bëjnë dëme të mëdha faktikisht. Pra, dëmi i idhujtarisë, i shirkut, ky është dëmi më i madh që mund të ekzistojë, sepse ti i ke bërë Zotit rival. Pra ti domethënë i ke kushtuar diçka që i takon Zotit dikujt tjetër përveç ti. Është shumë e rëndë kjo faktikisht. Dhe ky është dëmi më i madh që njeriu mund t'i bëjë vetes. Pse? Sepse i vuloset për në xhenem një herë e përgjithmonë. Le të themi prej fushave ku dëmi është më i shfaqur sot në shoqëri, është dëmi i fëmijëve ndaj prindërve të tyre. Domethënë fëmijët vinë në një moshë që rriten, pastaj duan të dinë për prindërit e tyre. Kjo tek ne ndoshta nuk është shumë e përhapur, por në botën perëndimore është shumë e përhapur, domethënë prindi shihet një herë në vit ose një herë në 2 vjet dhe s'ka kush kohë të merret me prindërit e tij. Prej formave të dëmit është dëmi i prindërve ndaj fëmijëve të tyre, si duke mos i edukuar në Islam, duke mos i dhënë besimin, duke mos i kontrolluar, duke mos i arsimuar ashtu siç duhet. Pra, i gjejmë prindërit që janë shumë të interesuar për shëndetin e fëmijëve të tyre, për shkollimin e fëmijëve të tyre, po lënë bazdore edukimin e tyre. Për këtë arsye kur erdhi një burr të ankohej tek Omer ibn Khattabi për djalin e vet, i tha Omerit, sa Kur'ani ke mësuar ti djalit? Ai tha, si gjë. Patërë të çfarë kërkon? Pra ti nuk e ke edukuar fëmin tënd dhe tani vjen ankohesh për fëmin tënd, pra faji jon. Prej formave le të themi ose prej momenteve ku ka shumë padrejtësi sot në shoqëri është padrejtësia mes bashkëshortëve. Pra e gjen burrin i cili i bën padrejtësi bashkëshortes tij, ose e gjen gruan e cila i bën e dëmton, jo padrejtësi, e dëmton. Pra një bashkëshort e cila dëmton burrin e saj, apo një bashkëshort i cili dëmton bashkëshorten e tij, e dëmton mënyra se si sillet, mënyra se si domethënë komunikon me të, mos flasim pastaj për divorcet, mos flasim pastaj për kujdestarinë ndaj fëmijëve, që harrohen mirësitë. Po ti shohësh ajetet kuranore kur flet Zoti për divorcin, thotë: "Wa la tansaw al-fadla bainakum", mos harroni
mos harroni, mos hidhni poshtë atë mirësi që ka qenë mes jush, për shkak të këtij momenti që mund të jetë moment i natyrshëm që duhet shkoj puna këtu. Pra mund të jetë ndonjëherë divorci zgjidhje për situata kur nuk ka zgjidhje, por kjo nuk do të thotë që të hedhim të kaluarën poshtë apo jetën e ndërtuar deri më sot apo të dëmtojmë fëmijët, se nganjëherë le të themi inatet e dy divorcuarve çojnë në dëmtimin e palës tretë që janë fëmijët, ata do të jenë viktima. Prej formave dëmtimit që sheriati feja, domethënë i ka kushtuar shumë, është dëmtimi i komshiut, i fëqinjit. Për këtë arsye profeti sallallahu alajhi wasallam kur dikush e dëmtoi fëqinjin e vet, tha merri, tha le të themi siç themin e mobiljet e shtëpisë, në atë kohë çfarë mund të kenë qenë, nxirri në rrugë dhe bllokon rrugën. Njerëzit ku kalonin, ç'është kjo? Thotë, më ka thënë profeti se më ka dëmtuar fëqinji im, komshiu im, dhe njerëzit mallkonin fëqinjin. Aq e rëndë është. Për këtë arsye tha, aq shumë ka porositur Xhibrili për komshiun, saqë mendova se do të jetë trashëgimtar. Për këtë arsye, domethënë, dëmi që i sjell njeriu komshiut është shumë i rëndë sheriatikisht, pra me fe të Zotit është shumë problematik. Për këtë arsye thuhet në Islam, nëse nuk ke mundësi të bësh mirë komshiut, minimalja nuk duhet t'i vi atij prej teje dëm, ose hadithi që tha, mos e ndaloni fëqinjin që të nguli, si më thon, që të nguli diçka në murin tuaj. E ke parasysh më përpara kanë qenë ndarë shtëpitë me njëra tjetër me një mur, le të themi, qerpiçi. Mirë po, nëse ai do të nguli një gjë nga ana e tij, ndoshta edhe mund të na dëmtojnë edhe këtë. Profeti sa tha mos e ndaloni fëqinjin. O emnaun el maun janë enë të shtëpisë. Domethënë prej le të themi prej sjelljes jo normale është mos ta ndihmoj gruaja fëqinjen e saj për enët e shtëpisë. I kërkon krip, i kërkon qep, ose i kërkon fterën, tigan apo diçka tjetër, nuk duhet t'ia ndaloj. Prishja e mallit, kërkimi më shumë se sa meriton, mos qenë korrekt në orar, ose e kundërta, të kërkosh prej të punësuarit më shumë se sa keni rënë kontratë, ta mbash më gjatë, t'i ndalosh rrogën ose t'ia mangësosh për arsye jo të vërteta dhe jo të qëndrueshme, edhe kjo le të themi është prej formave të padrejtësive të cilat ekzistojnë sot në shoqërinë tonë. Prej padrejtësive gjithashtu fatkeqësisht domethënë që ekzistojnë, ose jo të fatkeqësive, dëmeve që ne shohim, domethënë është dëmi brenda gjakut. Dëmi është krejtësisht i ndaluar, po dëmi kur bëhet brenda gjakut është edhe më i rëndë tek Zoti i gjithësisë. Siç ndodh për shembull me pjesën e trashëgimisë. Pra fatkeqësisht domethënë dëgjojmë histori dita ditës, domethënë nuk e di, domethënë një njeri normal si mund t'ia bëj këtë për shembull xhajës vet, apo nipit vet, apo dajës vet, apo nipit vet, apo mbesës vet, domethënë ndaj jetimit për shembull. Domethënë nga që ai nuk ka mbrojtje, nuk ka përkujdesje, nuk i del kush për Zot, domethënë vjen ai dhe ja merr gjithë pasurinë, vjen ai dhe ja ndryshon letrat e tjera, ose e merr në kujdestari në mënyrë që të marrë pasurinë e tij dhe të menaxhojë pasurinë e tij duke e dëmtuar. Pra, le të themi këto janë disa nga le të themi format më ekzistente ose më të shfaqet më shumë dëmi, domethënë. Për këtë arsye dhe sheriati, pra Islami, janë disa pika që i ka mshuar shumë fort, domethënë. Mirë po, gjejmë sheriatin që ka ndaluar edhe dëmin e atyre që nuk janë brenda Islamit. Pra aty në Islam nuk lejohet që të dëmtosh një edhe pse ai nuk është besimtar, ose të justifikosh hajt me që është qafir, absolutisht. Ty nuk lejohet. Profeti alayhis salam tha, lutja e personit që është bërë padrejtësi pranohet edhe nëse është jo besimtar. Pra ty nuk justifikohet fakti se është ai po jeton në tokë të Zotit. Po jeton me të mirat e Zotit dhe ti tani të duket vetja më kompetent se sa vetë Zoti, i cili po e lejon atë njeri të jetojë në tokën e tij, po e ushqen me ushqimet e tij, po jep të mirat e tij dhe begatitë e tij. Për gjërave interesante që Islami ka kushtuar shumë rëndësi mos dëmtimit është bota e atyre gjërave që nuk logjikojnë, si ne siç është bota e kafshëve. Islami ka ndaluar që dëmtohen kafshët. Siç tha në rastin e devës, thot po ecin një ditë me profetin alayhis salam dhe një deve drejtohet drejt tek profeti alayhis salam dhe ne u larguam dhe profeti alayhis salam që e vuri veshin e tij tek goja e deves. Dhe domethënë dëgjonim ne le të themi atë
zhurmën që dilte nga goja e devës. Dhe profeti tha, kush është i Zoti kësaj deveje? Pronari i saj kush është? Tha, njëri unë. Ta dëgjota, ushqeje dhe mos e ngarko më shumë se sa ban. Pra mos i vërë më shumë barë se sa mund të baj. Pra ajo u ankua tek profeti alayhis salam dhe profeti alayhis salam i doli mbrojtje, ose siç është rasti i macës. Një grua u fut në zjarr të xhenemit për shkak se e lidhi macën dhe nuk lejonte që ato ushqejë derisa maca ngordhi, ajo do dënohet me këtë macë, thuhet një transmetim, pra me një formë të tillë do dënohet në zjarrin e xhenemit. Po kështu nuk lejohet dëmtojmë le të themi mjedisin dhe natyrën e cila neve na rrethon. Pra Islami e ndalon, domethënë dëmtimin e shëndetit të përbashkët, e hapësirave të përbashkëta, e pyjeve, e këtyre mirësive që na ka fali Madhi Zot. Dhe prej gjërave interesante që kanë bërë me këtë fesh, me këtë fush, është fakti që Zoti i Madh ndër le të themi degët e besimit ka largimin nga rruga e çdo gjëje që dëmton njerëzit. Këtu futen mbeturinat, këtu futen le të themi pengesat dhe këtu futet çdo gjë. Pra nëse guri që s'ka prej tij as i dëm, thot nëse e largon nga rruga, merr sevap dhe shpërblim. Po nëse janë plera, apo nëse janë. Po njëkohësisht ata që e bëjnë këtë lloj dëmi e kanë punën shumë pisk te Zoti i gjithësisë. Thjesht dua ta ilustroj me një shembull interesant, domethënë, se mund duket banal, po domethënë ne duhet të shohim inspirimin se ku çon. Thot ndaloi profeti alayhis salam që njeriu domethënë të kryej nevojën e tij poshtë një peme. Ja kur I takuam sërish të nderuar të shikues, jemi me hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalaj. Hoxhën e nderuar përmendet hadithin, nuk ka dëm dhe të dëmtuar. Por profeti alayhis salam përmend në hadithin tjetër që thotë nëse dikush për ju shikon një të keqe ta ndryshojë atë me dorën e tij, nëse s'ka mundësi me gojën e tij ose me fjalën e tij, nëse s'ka mundësi thotë me zemrën e tij, për kjo është besimi më I dobët. Ndryshimi I së keqes ose I dëmit. A ka ndonjë kush në Islam, për shembull, a ka mundësi për shembull njeriu ta ndryshojë të keqen me një të keqe më të madhe ose të keqen me një të keqe tjetër? Atëherë, kur themi ne nuk lejohet dëmtimi, mos dëmto veten, mos dëmto të tjerët, mos dëmto me dashje apo pa dashje, bëhet fjalë për dëmtimin e pa merituar, sepse ka disa dëme që duhet ndodhin patjetër, por që janë të merituara. Le të themi kodi penal Islam është I gjithi është le të themi një kod dëmtimesh. Mirë po janë dëmtime të merituara si pasojë e një le të themi krimi, si pasojë e një vepre penale që ka shkaktuar persone, si pasojë do të marrë dënimin për të. Pra kur themi ne mos dëmtim, bëhet fjalë për mos dëmtimin e pa justifikuar apo të pa merituar, sepse nëse është dëmtim I merituar, atëherë nuk përbën asnjë lloj problemi. Siç e përmendëm edhe shembullin e namazit. Njeriu ndoshta dëmtohet po të prishi gjumin, po çohet nga gjumi, mi po çfarë lidhje ka? Ky është ti po çohesh sepse ke një obligim më të rëndësishëm për të bërë, që është falja e sabahut në kohë, për shembull le të themi. Atëherë le të dim tek pyetja. Nëse ndodh diçka që është e dëmshme, a mund ta largojmë këtë me diçka tjetër të dëmshme? Varet nga situata dhe rrethanat. Nëse kemi mundësi ta largojmë një dëm pa bërë dëm, kështu duhet vepruar. Nëse nuk kemi mundësi ta largojmë një dëm të madh, vetëm se duke bërë një dëm më të vogël se sa ai dëm, pra domethënë nëpërmjet dëmit të vogël për të larguar dëmin e madh. Ajo që njihet në sheriat me rregullën e domosdoshmërisë. Për shembull, le të themi, pirja e alkoolit është dëm I madh. Ngrënia e mishit derrit është dëm I madh. Mirë po, kur është një situatë që rrezikohet jeta, atëherë rreziku I jetës bëhet dëm më I madh. Dhe ngrënia e mishit derrit është dëm më I vogël. Atëherë lejohet që njeriu të bëj dëmin më të vogël, që është ngrënia e mishit derrit, pa e tepruar dhe domethënë pa kaluar në një fazë që ai domethënë te kalon nevojën për të shpëtuar jetën e tij. E kështu me radhë domethënë për çdo gjë që le të themi që dëmi është shumë I madh, pra nëpërmjet dëmit të vogël. Mirë, po këtu domethënë nuk lejohet abuzimi. Pra nuk mund të thuash ti se unë dëmtohem, siç e përmendëm pak në fillim të emisionit, se unë kam një dëm të madh, po mos ta. Kjo është një gjë që njeriu e ka shumë vështirë t'i japi, le të themi ai fetva vetes vet. Duhet që patjetër të konsultohet me njëri I cili ka dije më shumë se sa ai dhe I cili ka le të themi horizont
më shumë se sa ai. Domethënë, nuk mjafton thjesht dia, po edhe horizonti, sepse mund ta orientosh njeriu tek një zgjidhje shumë më e mirë se sa zgjidhja problematike që ai mund të ketë. Pra e rëndësishme, nëse nuk ka zgjidhje, le të themi pa dëmtim, për ta larguar një dëm, atë shkojmë tek një dëm që është më i vogël për largimin e një dëmi më të madh. Allah të shpërbleftosh për shpjegimet në këtë emision. Amin edhe ju Zoti shpërbleft. Të dashur televizionistë, ishim së bashku me hoxhën nderuar Imamin Ahmet Kalaja. I takojmë sërish në emisionet e ardhshme. Selam aleikum wa rahmatullah.